Mos a ke një këngë ti në mbretërinë e xhuxhave, po në mbretërinë e gjigantëve, ose në këtë mbretërinë e gigantit, këtu në Shqipëri, si po duket jeta? Po tash ne nuk kemi pse t'ja dedikojmë mbretërinë tonë një personi. Janë gjigante jetë, që qëtë më thënë kërë më lanë. Mos harrojmë që janë dhe tensione ndërkombëtare që tensionojnë ose horizonte që e tensionojnë ose shtrojnë tapete njërës të kuqe për njërën palë ose për një tjetër. Dhe siç e kam thënë gjithmonë, në këtë kushtet e një kompleksiteti kaq të madh global, ne nuk e dim ku e kemi interesin. Nuk e gjejmë dot. Sepse logaritmin për këtë, duan apo s'duan, e kanë ato që me cilët merren. Unë kam logaritmin e poezisë, për shembull, po që është shumë i çuditshëm dhe që s'më pyet as më, po ato kanë tjetër gjë, kështu që nuk mund të përcaktoj sonte. Por ajo që është e drejtë për drejtë dhe që unë mund ta them, etika qytetare, edhe pse qytetare kam rezerva, sepse pikërisht kjo lloj etike po ndodh nga civilizimi, nga ligjet e civilizimit, etika njerëzore nuk duhet i mungoj askujt dhe në asnjë nivel shoqëror dhe në asnjë raport. Etika është thelbi i mekanizmit që lëviz bindjen, bile edhe kur s'ke të drejtë e pranon tjetrin, për arsye se të është drejtuar në mënyrë etike.